Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hirakli, mbreti i Romakëve, i Bizantëve. Bukhariu ka nxjerrë hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka dërguar mesazh Hiraklit, ila Hirakl adhim ar-Rum, dhe këtë Hirakli i madhi i Romakëve, dhe e ka vërtetuar vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka besuar se është pejgamber. Çka ka bë? I ka mshet dirë të pallatit. Edhe i ka thirr ata njerëz të mëdhtë të cilat i ka pas. Edhe çai ka thonë, ja ma'shar ar-Rum, Hirakli u ka thonë, o ju paria e Romakëve, hal lakum fil falahi war-rushdi wa an yathbuta mulkukum fatubai'u hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Çai ka thonë, o ju Romak, çka thuni ta pasojna çka të udhëzimin çka na ka ardhur, edhe çka të shpëtimin çka na ka ardhur, dhe t'ju mbesa juve mbretëria nëse e pasoni këtë udhëzim, dhe me ja dhon besën çti pejgamberit. Shikoni, a pasa vërtetue vërtetën? Po, fa hasu hisata hamri al-wahsh. Edhe janë turbue sikur që turbohet gomori. Janë turbu ato për nervozës të madhe. Ilal abuabi të hi ka dirt, ama dirt ja kam shelaj, ja kam shel me dri, dhe s'kam pas mundësi mu largu. Falemma ra'a Hiraklu nafratahum wa aysa min al-iman, kur e pa Hirakli se s'janë të dash me besu dhe s'ka mundësi këta me iman, i tha asni ka. Rudduhum alej, këthanu të une, wa kale, edhe ju tha, inni kultu me kale ti, shikone tash që e ka ndruhe fjalimin. Njëri tha, ja opna besën këtij pejgamberit, udhëzimit që ka na ka ardhur dhe shpëtimit. E mor drash vërtetën. Po kur e pa se nëse ki mbet vet, ato pi ikin këtë. Ki e provoj nëse vinë me mua këto të mëdhtë, ato tjerë nuk llogaritën se këto janë të cilat mirën mbytje tek populli. Tha, çat fjalën që jo thash parzit, akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. E këshira sa jeni të kap fort për fejnë e juve. E ka këthi kontra. Ju provova sa e doni fejnë e juve, të cilën kanë qenë ata në atë fe. Pra e ka kuptuar vërtetën, mirë po mulki, mbretëria dhe friga për atyre mos ta urxojnë, e ka lënë të vërtetën. Andaj Bukhariu e ka pruve këta për me e treguar se pengesa nga njerëzit, pengesë, barriere madhe mes njerëzve dhe vërtetës bëhet friga. Friksohen njerëzit me pasue të vërtetën. Thot Ibn Qayyimi, fa inna Hirakla arafa al-haq. Thot Hirakli, Ibn Qayyim thot, e kuptoi hakin. Wa hamma bid-dukhul, dhe dëshiroi me hi në Islam. Falam yutawi'hu qawmu, mirë po nuk e ndëgjon populli i tina, wa khafahum ala nafsi, dhe u friksu për vetveten e tina, fa ikhtara al-kufra ala al-islam. Ba'da ma tabayyana lahu al-huda, dhe zgjidhi kufrin pasi u bë qartë e vërteta dhe udhëzimi. Allahu na rujt. Friksohet njeriu për pozitën e tij, për dunjan e tij, për veten e tina, dhe nuk e pason të vërtetën, dhe Allahu xhalla wala e ka përmend, dhalika bi annahu mustahabbu al-hayata ad-dunya ala al-akhirah. Dhe njerëzit nuk kanë bë kufër pos se i kanë dhënë përparësi dunjajës para ahiret. Istahabbu al-hayata ad-dunya ala al-akhirah. Mirë pa Allah e ka llogarit këtë arsye? Ja. A mund me thonë dikush? Po çish Allahu xhallahu ala nuk e ka marrë parasysh dashurinë ndaj dunjajës dhe frikën nga për vetveten e vet dhe ruajtja e vetvetes si pengesë, si arsye, edhe pse dikush e ka hakin, nuk e ka llogarit Allahu xhallahu ala këtë arsye. Ndonjë njeriu do të murojë shumë. Do të murojë shumë se mos t'i dalin këto pengesa, dhe le ta ketë një bagazh dhe një fuqi për mi kalu këta dhe me pasue fejnë Allahut xhalla wala.